iniciativa për me u bashku një herë edhe me komunikue. Ka qenë agani dhe suroje që jënë bashku me disa, Rugova nuk ka shku, asë qosja se shku, por që për publik është pak i para Rambujes, kur është caktu para nisës në Rambujes. Këto publiku shumë pak e din që ka egzistu një takim i Rugovës me profesor Qosjen dhe këto e di se kam shku njëre bile Kur ka qenë këtë takim? Ka qenë shkurt, fillim të shkurtit, dite para të shkurtit, me 6-in njën nisë, 2-in nëse 3-in. Ku janë takuar? Kam shku e kom marrë Qosjen në shtëpi ti dhe kam qu në rezidencën e Rugovës. Qosja ka pas një kërkes para se me ardhë në takim dhe ka thonën Adnan i thu Rugovës që unë po vi okej, vjen merë në kaqora, por e kom një gjysëm kushti. Ka thonë, kur ti për të lajmi për këte, mës të thuët që është takue profesor Qosja me kryetarin e Republikës të Kosovës. Kë ka qenë kushti? Mës të thuët që është takuar, se ka pranuar si kryetar? është takuar, por është takuar kryetari i LDK-s. Kështu ka qenë si kërkes, tash nuk mund të them kusht, sepse këte ma ka komuniku mu, dhe unë ja kom thonë sepse i vetë njëri që ka komuniku, në këtë rast ka qenë. Dhe kom qute kryetari. A ka pranuar, a ja keni tërguar zotit Rugova, se cila është kërkesa? Ja kom tërgu, por lajmi ka dalë, është edhe në internet për në gjindet, me gjithate është qëllësu si ta kemi profesor Qosjes me presidentin e Republikës të Kosovës. Ose mediat nuk pjosin se si dojnë ata të cilësoj njërën të tjetër. Po nuk ka pas një reagim rrëth kësaj masandej Rugovës. Po atë që mbajnë mend. Po vetëm këtë, pra, si pas përshtypje suaj, nuk e ka pranuar si kryetar të Republikës të Kosovës Qosja Rugova. Tani kjo lihet me kuptue, sepse Rugova, Qosja i ka le të themi ka kritikue lëvizjet ose veprimet e Rugovës, se djetë që para se mu bo kryetari i LDK-s, Rugova ka qenë kryus. Kalimin politik është edhe veprim. Dhe tash në këtë rast, nuk disa lëvizje dhe disa ndërmarje, le të themi, në përgjithësia soj strukture që kulmojnë me Rugovën, Qosja nuk i ka pranu se i ka konsideru se improvizime. Dhe djetë, do me thonë, Ibrahim Rugovën nuk e ka pranu si president i zedhën për pos si kryetar të Kosovës. Dhe këtu nuk mund të them që nuk ka të keqe. Shtu kanë uthtuar edhe në Rambuje, për Qosjen, zoti Rugova s'ka qenë kryetari i Kosovës, ka qenë vetëm kryetari i LDK-s. Po, e vërtet është dhe kjo ka qenë edhe unë shumë herë kanë thonë, delegacioni ose edhe njerëz në grup delegacionit që kanë qenë, që kanë marrë pjesë në zgjedhje kur u zgjedh Rugova kryetari i Kosovës, ata e ndrun dhe e thirshin vetëm Rugovë. Qashtje që është për të kritikuar, dhe me thonë, me një lloj le të themi përbuzi, po me gjithate, kjo është vetëm një detaj, ose kjo nuk ka interferu në përgjithësi rezultate, se duhet me pa edhe rezultate. Konferenca Rambujes është konferenca e parë mas konferencës Londrës, për masa ndërkombëtare, ku shqiptarë kanë qenë një gojë. Para saj, 5 delegacione kanë qenë Londrë, dhe s'kam folë me zveti, apo jo. Kështu që saj për këtë Rambujes, se më stilshohem si te. Vetëm këtë, dhe nga themelimi i LDK-s, kur Rugova u bë kryetar, deri në atë takim, ju po thoni, fare s'ka pasur takime, apo... Takime nuk ka pas situata kur kanë qenë ndo një promovim. Po takuan njëri tjetërin, pra mund të themi se s'ka pasur as njerë, as mitësi, as... Se me përgjithësi të plotë, ose zbutje... Muj me thonë une që s'ka mujtë me taku dikush Rugovën, jashta rrugës ka honë. Ose edhe nëse ka taku s'paku e këmë kuptue. Jo, s'mbat me anë një takim i tilë, por mendoj që me gjitha të këta kanë edhe kanë koegzistu, po edhe kanë bashkëpunu në distancë. Ty qenë të dytë letrarë, le të themi, edhe pse ka pas kundërthanje edhe mu së më takën, tani unë kam qenë një shëptori Rugovës dhe asë milamis letrare, por si viteve të fundit jeni marrë dhe si studio, si raporteve, se jo vetëm me dëshmi. Regull është, por do me thonë nuk po bona modest për me folë ma letë, por s'po du mi adhonë shumë haptë, sepse për shembull ka pas edhe e nëse del dikush thot janë takuar, unë i kam takuar. Prej 67-ës, kur Qosja ka ardhur në Institut Albanologjik, dikun mas 10 vjetë, dikun u kyqe dhe Rugova aty. Dhe këtu mbahen mend raporte tyne si antagonizma, edhe për shkak të lamive që i kanë studiu fjala vjen. Qosja ka doktoru në figurën e Azdrenit, pastaj Rugova, disa studime i ka bote profesori Roland Barth në lamin e semiologjisë, dhe edhe këtu ka, si me thonën, aso detaje
letë themi pak të kundërthanjeve më përgjësi, por sido që tjetë unë mendoj... Shkojnë edhe në xhelozi, ju përshkruani një situatë xhelozi profesionale. Nuk janë të panjoftuna dhe më shefci, po me qenë se ndodhemi në ditë mas ndrym jetës ose shkurjes në amshim të profesorit, edhe shkur Shqip mendoj që nuk ishte dashur me i dhonë zjarëm, këtyne përndryshe ka që ka flitet shumë. Nëse Rugova ka qenë tradhtar dhe njeri i Miloševićit, simbas profesorit, ka zora që thojnë edhe diska tjetër, edhe për profesor Qosin, se thojnë që Rugova e ka përkra diferencimin në vitin 81 të Qosjes, thuhet që dhe Qosja ka marrë fjala vjen medalet 7 kurrikut e tjera. Kështu që unë mendoj që këto studiust kanë më marrë, ka me pas kohë kur kanë me... 7 kuriku për shikuesit e ri, nuk e din që ka qenë... Ajo është dita e luftarit, dhe me thonë... Në Jugoslavi. Por unë mendoj se sido që tjetë këta përmendimin tem, sa kom qenë, dhe me thonë, dhe jam fërku me këto realitete, këta të dytë provimin e kanë dhonë në konferencën Rambujesku, në momente kyqe kanë qenë 2 njerë që me njonin tjetërin kanë folë kështu. Dhe me thonë, nëse është... Në fund të kanë zetë vetën njëri tjetërin se jemi ne Definitivisht po, dhe kjo më ka përngja pak në raportet le themi Konica me Nolin ose Fishtën e Kutadiun, dhe me thonë një farë situate e madhe ku po vendoset diçka dhe ju takon mas shumë të këtyne dyve, edhe pse fjala vjen si përgjithësi e si roli tha që është identifiku si ju thëhet si delegacionit, me gjithate në fund vullën Ibrahim Rugova me Qosin ja ka dhonë situatave në fund. Fjala vjen Qosja ka qenë shumë decidiv, në fund po flasë, nuk po flasë fillim dhe ato fjalimet e ti se zgjata pak edhe është api ju i hak tjera. Zoti Paqarizi, pra interesante edhe kjo që kjo akuzat tradhtare patriot që i dëgjojmë edhe sot datojnë edhe që nga fërkimet Qosja Rugova. Që atje ka në originën. Aty është rizina. Vitet 90, dhe më thënë parullat ka qenë vitit 90, tash veç janë rikëthy quditshëm. Nuk e di është një farë mazohizmi shqiptar vjetë pas lufte. Parulla është. Derisa Serbia është me larkë se Kosovës se kur ndë njëherë. Do këthejmë edhe njëherë të letra që e ka lënë si porosi, si amanet që thuhet raste tila. Kishte arsye Qosja të lënte një porosi të tilë që të mos edhe familja që të mos marrë pjesë pastaj as në ceremonitë shtetnore, që të varoset vetëm me familjarët e ngushtë dhe lajmit publikohej pas ritualit. Mirë, kjo është një letër krejt personale familjare që ka lanë nipit vetë edhe e ka uzu për dëshirën e ti të fundit, për amanetin e ti. Është rëndësishme si letër është shkru në momente kur profesor Qosja ka qenë në 2016, 10 vjetë ma herët. 10 vjetë ma herët, se unë kërë e parë që u publikua, fillova, njerë mendova që data është gabim, se jemi muajin prill dhe ndës jemi në datën 30, por e parë që 10 vjetë ma herët. 10 vjetë ma herët që kalzon që ka qenë i kthjellë, do me thonë, nuk ka qenë në presionin e frikës, vdekjes, apo momente kur truni nuk është i kthjellë dhe njerëzit mund të lënë gjithfar amanetësh. Dhe gjatë 10 vjetëve vijuese nuk i ka thënë grisë e letrën, i ka qëndruar prapa. Po sigurisht, do me thonë, shiko, Qosja, sado që është i njoftën për natyren e ti polemizuese, gati konfliktuose e tjera, ka qenë koherent qëndrimet e ti, edhe kjo letër është rezultati një koherencës të ti të sjelljes. Në analizat të tjera karakteriale, as nuk jam i zoti me hy, as nuk du me hy, sepse janë çështje të tjera, po mendoj që